Mishtra Dëngjallë, jemi sot në intervistën e ditës me profesor doktor Konstantinos Jakumis, me cilin do të flasim sot mbi nderimin e Shën Vlashit. Në fakt, profesor Kosta është dekan i Fakultetit të Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor në Kolegjin Universitar Logos. Profesor, cili është nderimi që ky popull këtu i ka bërë Shën Vlashit pikërisht në këtë bregun e Adriatikut? Perënderimi i Shën Vlashit për ne ortodokset lidhet më së shumti me monastirin e Shën Vlashit në fshati me të njëjtin emër me afër Durrësit, por perënderimi i shenjtorit është edhe më i gjerë. Edhe është një perënderim i cili nga pikpamja e kërkimit historik ndodhet midis fakteve dhe legjendeve dhe më shumë tek legjendat. Dhe po ju them, do të thënë kështu disa fakte të legjendave ke. Nuk do ta nis nga manastiri Shën Vlashit në Durrës, por do ta nis nga pelegrinazhi i manastirit të Shën Anojt në Laç. Shën Anoj është Shën Antoni i Padoves ke. Ndodhet siç dihet në lindjet e qytetit të Laçit, në një lartësi prej afro 250 metra mbi nivelin e detit. Dhe aty ndodhet kisha dhe shpela e Shën Antonit të Padoves në një vend malor, dikur terresisht të pëllyzuar, ku arrihet përmes një shtegu të pjerët dhe të përthyer me zgavra karstike, me madhje prej të cilave formon një shpel. Shpela është disa metra e gjatë, 2-3 metra e lartë në vartësitë të pikës ku ndodhemi dhe 1 deri me 4 metra e gjerë, e lidhur me një legjend nga jeta e Shën Antonit. Por, konteksti historik e këtij monastiri ndërthyr historitë e dy shenjtorëve të ndryshme, jo vetëm të Shën Antonit të Padoves, por edhe të Shën Vlashit. Renojat pranë vendit të pelegrinazhit janë atribuar qytetit të Sebastes. Pra, është një qytet homonime me të njëjtin emër, qytet të lashtë të Sebastes, sot me emrin Shivas në Turqi, vend i lidhur me martiret të shekullit të 4, si Shën Vlashi, por edhe 40 martire, 40 dëshmorët kje. Kështu, një nga zgavrat natyrore të vend të pelegrinazhit u lidh me vetin e jetës të Shën Vlashit dhe u quhet Shpela e Shën Vlashit, që sot është e vizitueshme dhe është pjesë e pelegrinazhit në atë monastir. Sipas atë zefplumit, në vitin 1641, Markë Shkuraj regjistron ekzistencën e shpelës së Shën Vlashit në një raport dërguar Romës. Megjithëse kulti ose perënderimi i 40 shenjtorëve, 40 dëshmorëve në Sarand gjatë antikitetit e vonë mund të tregojë një lloj përhapje të hershme të perënderimit të shenjtorëve të Sebastes në Bregdetin Jonian dhe atë me Adriatik, ekzistenca një shenjti të dytë me emrin e Vlashi ka më shkaktuar mjaft ngatresa në kërkimin historik. Me këtë temë është marrë edhe Robert Elsi, historiani dhe antropologu që ka ndruar vjet para 2 vjetësh, i cili shkruan kështu: shenjti i dytë Vlashi, një figurë ballkanike shkruan, thuhet se torturohen në Durrës dhe u bë shenjti i dytë e Vlashi, një figurë ballkanike thuhet se u torturua në Durrës dhe u bë me shenjtë mbrojtës i qytetit të Dubrovnikut, Raguzës në mesjet, kisha qendrore të cilit qytet përnderon Shën Vlashin dhe ku është supozohet se edhe i varrosur. Atje ai shihet si një vazhdimësi i hyjnisë para kristiane, një perëndie të ulët me emrin Velësh, që mbronte tufat e slavëve të hershme. Pra në një kodër të përgjëzuar pranë vendbanimit të dikurshme të Sebastes, afër Laçit, dikur ndodhej një monastir, shkruan vazhdon Robert Elsi, i cili u shkatrua nga një tërmet në vitin 1853. Pikërisht poshtë kishës, e ndërtuar në vitin 1557, shkruan Elsi, ndodhej një shpellë ku thuhet se kishte jetuar Shën Vlashi.
Sipas franceskanit Koran Lovro Mihacevic, banorët vendas ngulnin këmbë se ai ishte shqiptar dhe jo armen. Përnderimi pra i shënvlashit në Bregdetin Adriatik dhe me gjerë dëshmohet edhe nga prania një ser kishës dhe monastires që mbajnë emrin e tij. Pika me jugore në trevat e kishës e sotme të Shqipërisë ndodhet në Dhuvjan, në dropull të Gjirokastërës, ku ka një kishë të dedikuar në Shën Vlash. Por përnderimit e tij dëshmohen nga antropologët e hershme edhe tek Mali Tomorit, ka edhe kishën e Vlorë, do të thënë kishë e Vlorës, në Shën Vlashi, po edhe në Durrës, dhe përnderimi i tij shkon drejt edhe në Peshkopi, Tiranë, Kruje, Laç, Mirdit dhe Shkodër. Pra vendet të cilët lidheshin me Durrësin, që mund të ishte vendi i origjinës së tij, përmes rrugëve të dytësore tregtare që. Nuk është regjistruar saktësisht se kur ndodhi me kalimi nga përnderimi i Shën Vlasit në kontekstin e monastirit të Shën Anojit në Laç, tek përnderimi i Shën Antonit të Padovës, i cili është një shenjtor katolik. Por Robert Elsi është i bindur se kulti i këtij të fundit u fut vetëm gjatë shekullit të 19 dhe fal disa lëvizjeve të murgjeve franceskan në zonë. Mendonja pra se në një dokumentar të dedikuar për Durrës si një etapë i rëndësishme mund të ishte edhe përnderimi një shenjtori, origjinet e cilit është pak e mistershme. Profesor Kosta, kemi të tjerë shenjtorë që Durrësi i përnderon përveç Shënvlashit që na folët? Ka një traditë në jetëshkrimi i Shën Joan Vladimirit, dihet tek ne nga dy burime të cilat jo gjithmonë përkojnë. Është një burim i hershme, i shkruar latinisht dhe slavisht në gjuhën e vjetë e slave, por kemi një jetë shkrim të dytë të shkruar në vitin 1690 nga igumeni i asaj kohe të monastirit, që më pas u bë edhe mitropoliti i Durrësit, Kozmas Mavrudhis, i cili me origjinë ka qenë kipriot. Dhe ai mori një sponsorizim nga një Ioannis Papas për të shkruar një akoluthi, një shërbes në përnderimin e Shën Joan Vladimirit. Libri u botua në vitin 1690 në Venedik, ndodhet në pa kopje në rajoni, kemi edhe këtu në Shqipëri, një kopje e plotë është tek Biblioteka Kombetare të Shqipërisë këtu, dhe biles edhe libri ka edhe disa gravura nga një graviste e njohur të asaj kohë në Itali, që meri kryesisht me gravurat e personave hyjnore, Isabella Piccini, ku ka edhe atë lipsanoteken e tij, relikuarin do të thënë kështu e tij, me Shën Joan Vladimirit. Tani në jetëshkrimin e tij, edhe në psalmet që përmenden aty, Shën Joan Vladimiri përmendet si shenjtor mbrojtës i Durrësit. Gjë që ka lindur problematika në përstudiuesit të jetëshkrimit e tij, të cilët kanë supozuar, duke gërsetuar të dy jetëshkrimet e tij, përfshi edhe shërbesën e vitin 1690 të botuar në Venedik, kanë supozuar se pas martirizimit e tij në Isulinë e Prespes, ku ka qenë pallati i vjerit e tij, për herë të parë, lipsani i tij mund të ishte transferuar tek monasteri i Ostrosit, që ndodhet sot brenda Malit të Zi. Dhe aty, mbase despotet e Epirit, do të thënë kështu Mihaili i dytë, e mori dhe pruri në Durrës para se të çohej në vendin ku ndodhej sot, të rindertuar monastirin nga Karl Topia që. Dhe kjo mund të jetë arsyeja pse në përnderimin e tij ai quhet si shenjtor mbrojtës. Pra, Shën Joan Vladimiri në disa tradita të fund të shekullit të 17 dhe pak më vonë përmendej si shenjtor mbrojtës i Durrësit. Çfarë fakte historike kemi me këtë, do të thënë kështu është shumë e vështirë për ta ditur në këtë pikë, por ja është edhe një shenjtor tjetër i cili lidhet me jetën shpirtërore të Durrësit. Padyshim, profesor, kemi dhe Shënasin, që ka qenë një shenjtor mjaft i rëndësishëm, shenjtorët e hershëm. Shenjtorët e hershëm. Kështu që këto plotësojnë një mozaik
të paktën shenjtores të njohur që lidhen me qytetin e Durrësit, sigurisht duhet të kemi plot edhe shenjtor të panjohur. Duke qenë se dihet që pjesa e amfiteatrit ka qenë pjesë që ofrohesin spektakle të përgjithshme. Edhe me siguri plot të krishterë përposhtë, më thënë kështu, shenashti duhet të kishin humbur aty me jetën në periudhat e hershme, por edhe në periudhën e komunizmit, më thënë kështu, sa të krishterë kanë vojtur për shkak të besimit që. Kështu që kemi disa të njohur dhe shumë e tepër mendoj të panjohur. Miq radiongjallja, ishim me profesor doktor Konstandinos Jakumis, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane dhe Komunikimit Gjuhësor në Kolegjin Universitar Logos. Folim me të sot pikërisht për përnderimin e shenjtorëve në qytetin e Durrësit dhe Megjer. Miru dëgjofshim në emisionet të tjera.